Në 1.300 institucione të sektorit publik ka rreth 130.000 të punësuar. Megjithatë, askush nuk e din saktë se sa persona marrin rrogë ose honorar nga shteti, pasi në këtë numër nuk përfshihen zyrtarët, të punësuarit në kompani me pronësi shtetërore, si dhe qytetarët e angazhuar me kontratë në vepër. Më shumë të punësuar kanë veprimtarinë e arsimit dhe shëndetësisë. Profesori Borçe Davidkovski thotë se sipas standardeve botërore, Maqedonia ka administratës të ngarkuar. Ne patjetër të dimensionojmë, për të dimensionuar patjetër duhet të shohim shifrat, ku kemi teprisë dhe ku mund të rikonstruohet. Ajo që është teprisë të shkojë atje ku ka mungesë apo thjesht të ketë largime. Kjo është reformë e duhur. Ndryshe, numri i shqiptarëve në administratë është 21.279, ose çdo i pesti në sektorin publik është shqiptar. Përqindja sillet varësisht nga institucioni dhe sektori. Ministrja e Shoqërisë Informatike dhe Administratës Marta Arsovska-Tomovska mbar në qëndrimin se trendi është pozitiv dhe se përfaqësimi i drejtë çdo vit po rritet. Rreth 70% nga të punësuarit e përgjithshëm vitin e kaluar kanë qenë shqiptar. Me kalimin e viteve, ky trend shënon në rritje. Prej vitit 2007 të këtej kemi bërë edhe analiza. Pjesëtarët e komunitetit etnik shqiptar kanë qenë rreth 10%, ndërsa tani janë 20%. Arsovska-Tomovska pohon se në mënyrë intenzive po punohet në tejkalimin e problemit me 1.743 në punës shtetëror të punësuar përmes Simos, që merrnin rroga por nuk ishin të sistemuar në vendet e punës. Rreth 1.000 prej tyre tashmë kanë angazhim konkret. Mosha mesatare të punësuarve në sektorin publik është 45 vjet. 54% janë gra, ndërsa 46% burra.